edhe ato e besova shumë që unë kam diçka, një problem. Edhe ato fillova, ju luta Gjermankës para 9 vite, i thash, unë du me të marrë në Kosovë. O konë gjithçka e re për neve këto, po edhe për ta kanë e re, me marrë një rrugë për Gjermanisë, me ardhë në Kosovë, pa ditë ku po vjen. Ajo ke studiu këtë pjesë shumë a herët se ona. Qysh mosha 22 vjeqare kish fillua me këtë pjesë puna. Edhe thash, Jana, a pranon ti me ardhë në Kosovë? Unë tha Astrije, po, nëse ti thu, unë do të vinë në Kosovë. Edhe nuk ish kur far interesi për meja, asë një pikë. Jo që me thonë se gjdo gjapo në lidh një interes, po aje nuk ish interes për meja. Asaj e pilqejke karakteri jam, edhe i pëlqejka e pjetë se unë po du diçka me bo për Kosovën. Edhe unë i tregova burit që unë du me shku në Kosovë me Janën, a i tha, si burat. Tash, unë du. Tha, okej, ti nëse vendos ashtu, mere rruga. Edhe i bona gjitha, edhe e falenderoj edhe motrën time, ma këthiren, se s'moj me ja hup ato gjana, edhe i thash motrës përgaditi njerëzit, që unë do të vi për Gjermanisë edhe të bëj analiza kuantike, edhe pse nuk e dishëm që ka është një analizë kuantike. Besa, nuk kena di? Jo, nuk e keni di, para të para 10 vite o kona, nuk kena di që ka është një analizë kuantike. Edhe erdhen disa njerëz, doktora, ka pas edhe doktora së s'moj, ka pas shumë njerëz në ndryshëm, edhe ajo fillej me tregu për problemet e shëndetit, si vinë problemet e shëndetit, nga vinë problemet e shëndetit. Edhe krya ajo pjesë edhe gjithë ata që kenë, ata nuk e kuptun kurqa. Besa nuk e kuptun. Edhe tani, mas andej, a i filloj me bo analizën, qysh unë tash du me ta bo analizën ty. Po njerëz, shumë shpejt kom i vu dorën këto edhe analizat e mija dhe një qenë. Edhe ajo filloj me bo analizën edhe një fjallë ma tha. Astrije, shumë vende kom qenë, edhe kom bo analiza. Populli shqiptari shumë i menqur, po edhe shumë helma kene në trup. Tash nga vinë helma, më interesoj ke mu janë. Helma ta vinë nga lufta, metalet e randa. E këni ditë nërë për metalet e randa? Po, ato kom diqo. Po, edhe metalet e randa, edhe uji, se gjë kryesor është uji, se na jena 70% uji. Po, a Kosova ka mangu uji. E din. Edhe kështu tani, ajo fjallën e parë më tha, Astrije keni shumë mungesë vitaminës D. Nuk ishëm të njoftun për vitaminën D. Dësa para 10 vite nuk kina kont njoftun për këtë pjesë. Edhe pytas disa, nga vjen kjo pjesë, mu gjithë shka më interesojke.